Kjo është për të thënë, këtë unë po e theksoj edhe sepse këto ditë kam parë shkrime që lidhen edhe me temperaturën edhe pak me pulsin e situatës si ne jetojmë. Natyrisht që mirë presim çdo pritshmëri dhe kërkesë të lartë, sidomos në rrethet artistike dhe kulturore, nuk diskutohet që ne do donim po aq shumë sa ata që të kishim edhe më shumë mbështetje për gjithçka, por që duhet pranuar që është fakt që ne jemi në një situatë disa herë më të mirë sa i takon numrit, sa i takon buxheteve, sa i takon hapësirave, sa i takon mbështetjes së dhënë dhe sa i takon të gjitha themi praktikave dhe procedurave nga pikpamje edhe transparente, por edhe të hapura, edhe pa asnjë lloj diskriminimi dhe pa asnjë lloj subjektiviteti dhe pa asnjë lloj të themi selektiviteti në kuptimin e gabuar të fjalës ndaj atyre që kanë qenë klientët tanë në një farë mënyrë ose që kanë qenë ata që janë pjesa më e rëndësishme, sidomos skena e pavarur shqiptare e artit dhe kulturës, të cilët kanë gjetur, besoj, jo vetëm dyert të hapura, por kanë gjetur njerëz të motivuar, zemra të hapura, kanë gjetur një institucion në kuptimin e Ministrisë tashmë të Turizmit, Kulturës dhe Sportit, por edhe të gjithë institucioneve të tjera të varësisë ku mund të theksoj disa prej tyre që kanë programe të tyre të thirrjeve, ne si vjet kemi ecur edhe me si themi çlirimin e një pjese prej tagreve tona si ministri drejt tyre institucione, në mënyrë që këto institucione të fillojnë tani të fuqizohen, të mund të ushtrohen, të mund të themi stërviten më mirë në ato muskujt e tyre të vendimarrjes, të përzgjedhjes, pra po themi skena që lidhet me teatrin kombëtar të operës